Pa një pa dy u kry marrëdhënie seksuale në firmën VIP. Gani Gërmis, o zot që Gani Gërmia fort mëdhime dyqysh, kërkon nuk ka mundet më bura hat, ma shumë po dhejz Luana se komplet produksioni. Sa me nuk gju kry Big Brother, po pështojna prej VIP-ave, tap firma VIP. E kunale që analizën si për herë të parë, ma VIP-a e ma të mirë ishin këta se so ata në Big Brother. Po nejse, një të shtyne bajagit madhe ja ka dhonë Luana vëllan. Ma shumë po dhejz vet Luana se so komplet formati. Edhe vitin e kaljum ke po tybe ti pa që këshyr kush. A e dini se kush e ka fitu vitin e kaljum? Ja, nuk e dini. E di që nuk e dini. Këtu skandalet nuk ishin të ndalur, nuk ishin nevoj me lut heq për me bu diçka se vet po i grajshin këta. Ju thash që Luana e dhezi si format, për një me kemi dekën prej qka të merë Luana ndor e qkrin. E jo rasisht thash që skandalet nuk kanë të ndalur, prej marrëdhënieve seksuale e deri te përjashtimet, në pak dit ose në pak sekuenca. Gani Gërmis, o zot që Gani Gërmia fort mëdhime dyqysh, prej Big Brother shkojnë firmën VIP. Kërkun nuk ka mundet më bura hat. Po të firma VIP e burë një farë mini skandali që ja heken ja 15.000 euro që me demek nëse kuj ka me fitu 100.000 se ty bën të fitoft, kanë ja hek 15.000 euro. Tjetra e dyta por jo, më pak rëndësishmja, pa një pa dy u kry marrëdhënie seksuale në firmën VIP. Pra fermert, na kena menu që këta ma e mojnë vetën dyqysh se ma si ka katune, a di këtu më katun dyqysh dëse në jënë marre më bu. As që ja uniti, tap në riorgan edhe krejtën pun, limi dhe alba, po dijet, ma besej që veç e kini ni. Skandali i fundit që për një me edhe kjo mëdhime, të në shpirt mëdhimet, Big Mama, që shkur nuk mujti më bura hat. Dhe me thonë, edhe në këtë reality show, arriti që të njëtin sen sin Big Brother, e përjashtu në që të në përjasht. Nëse unë e thash në pikat shkurta, e ju nëse jeni të e për cilë, tash ose haku i Luanës, ose haku i limit e Jalbës, ose i Gani Gërmis nuk i dihet, kallëzëm nëse që shoka ju do këtë si format edhe a jeni pro që Luana e ka dhejz. Ma shumë po dhejz Luana se komplet produksioni.